Po përsa ko konkurenca është e shëndetshme, nuk ka asgjë të keqe, ta kam thënë dhe për primaret këtë. Okej. Ju e fituat këtë garë, por Partia Demokratike e humbi, pra nuk arriti të bëhet rotacioni politik, ndërsa rezultati për Partinë Demokratike nuk ishte as pak i mirë. Ju si e lexuat këtë rezultat, nëse ju pyes duke e krahasuar me atë frymë që ju pat në terren përgjatë fushatës, përgjatë takimeve që keni realizuar për mbi një muaj zyrtarisht fushat, por më tepër. Shiko, nuk ka një fitore time personale kur e përgjithshmi ashtë kështu, sepse nuk është se ishte një betejë që unë të hymë parlament. Sigurisht që ishte një betejë për Partinë Demokratike dhe unë t'jem atje, bashkë me gjithë ekipin e Partisë Demokratike. Kështu që nuk mund ta konsideroj të plot këtë gjë, përsa kohë që qëllimi kryesor që ne kishim ishte pikërisht rotacioni politik. A keni ju një analist tuaj se ndodhi kështu? Patjetër. Unë në terren dhe shumë kolegë të tjerë në terren kemi pas një situatë ku ti shikoj njerëz shumë të dëshiruar për rotacion politik, që thoshin që 12 vite është mjaft. Po pse nuk u përkthye në vot kjo? Unë besoj që juve jeni duke i ndjekur çdo moment edhe problematikat me sistemin, që nuk arriti dot që të përkthente numrin e votave në mandate të caktuara dhe që arriti që për Partinë Socialiste të kishte një përkthim në mandate më të madhe se mbështetja që ato morën realisht. Ndarja ofertës opozitare, mendoj që ndikoi dhe kontriboi, ndikoi që edhe njerëzit ndoshta ishin pak skeptik për të marrë pjesë në votime, por së dyti ndikoi edhe në copëzimin e mbështetjes për opozitën, dhe së treti, çdo ditë janë duke u ekspozuar ajo që neve kemi parë, janë duke u ekspozuar edhe fakte për mënyrën se si janë organizuar zgjedhjet. Që nga viti 2013 e këtej, parlamenti që po mbyllet në këtë korrik nuk është ngritur asnjëherë në lartësinë e detyrës që ka parlamenti për të bërë një reformë të plotë zgjedhore. Dhe fakti që raport mbas raporti ose BE Odiri konstaton probleme me zgjedhje dhe kësaj radhe edhe në një nivel akoma më të lartë, janë përtej Partisë Demokratike. Ta thash pak më përpara, janë sfidë për demokracinë. Dhe këtë nuk duhet ta shohim të lidhur ngushësisht vetëm me Partinë Demokratike. Sigurisht që ky rezultat duhet analizuar edhe së brendshmi nga ne. Duhet analizuar edhe në strukturat dhe në forumet e Partisë Demokratike për sa i përket punës që secili prej ne shpati. Edhe një analizë të plotë të asaj që ndodhi gjatë fushatës, përpara fushatës, po kjo është një analizë e Partisë Demokratike që duhet patjetër të bëhet edhe të mbetet aty në Partinë Demokratike. Atëherë, për t'u bërë pyetje ndryshe, çfarë duhet të ndryshojë apo çfarë duhet bëjë Partia Demokratike për të qenë fituese? Partia Demokratike nuk ka absolutisht asnjë rrugë tjetër përveç se të ecë përpara. Si duhet ecë përpara? Të përmirësohet, të forcohet, të ndryshojë, po kjo rrugë paralelisht duhet ecë edhe me këtë sfidën e demokracisë, sepse nëse neve nuk jemi të aftë të organizojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme, nëse ne edhe sot në Shqipërinë e 2025-s flasim për integrimin dhe përdorim thjesht si retorikë politike, atëherë mua më vjen keq, por nuk kemi për të ngritur asnjëherë, sepse një demokraci tregon se sa e aftë është në momentin që bëhet gati për sfidën elektorale. Por kjo nuk do të thotë që edhe ndonjë gabim që mund të ketë bërë Partia Demokratike, edhe ndonjë problem që mund të ketë bërë Partia Demokratike, të shërbejë si justifikim që të mbyllim syt për vjedhjen. Sepse kjo që ka ndodhur me zgjedhjet e 11 majit, ka qenë në mas një sistem i organizuar për të mbajtur pushtetin. Kjo Tabaku, duke u dëgjuar kjo, duket sikur kjo opozitë gjithmonë ankohet për mungesë zgjedhjesh të lira dhe të ndershme, se votat viden, se nuk ka rezultat të rregullt. Nga ana tjetër, ja ku jemi, kur Rama ka mandatin e 4 dhe me një diferencë të madhe votash. Deri kur do të dëgjohet kjo dhe deri kur ne do të kemi zgjedhje që kontestohen? Pra, a mos është koha për të parë problemit tek vetja dhe jo tek paralelisht? Do të thënë, nuk jam nga ato persona të cilat jam duke u ankuar. Jam duke të thënë që Partia Demokratike sigurisht që do i bëj proceset e veta. Atëherë çfarë duhet ndryshojë për të qenë më konkret Partia Demokratike? Ndoshta edhe jo në struktura, por edhe në kulturë politike. Për të qenë më konkret, Nisida, gjatë 3 viteve të shkuara ne kemi bërë shumë gabime. Dhe gabimi kryesor ka qenë që në të gjithë këtë debat brendshëm Partisë Demokratike ne kemi çuar në studio televizive. Dhe unë ta kam thënë që këtë gabim nuk e bëj më. Ta kam thënë para një viti, ta kam thënë përpara 3 muajsh. Po si mund të mbahej brenda? Sigurisht debati i partisë, jo, po ta them çfarë duhet bëjnë në të ardhmen. Na loj që procesin e Partisë Demokratike ta bëjmë Partinë Demokratike, mos ta bëjmë debat studiosh. Mos ta bëjmë debatin e brendshëm debat të jashtëm.
ta lëm Partinë Demokratike të ndjek rrugën e vet dhe duhet patjetër që këtë sfidë, siç të thash pak përpara, edhe sfidën për denoncimin e zgjedhjeve dhe sfidën për këtë që ka ndodhur me zgjedhjet, sigurisht ta vazhdoj paralelisht bashkë me procesin e brendshëm që çdo parti duhet bëj. Po unë duhet kundërshtoj vetëm për diçka. Nuk është e vërtetë që kjo opozita vetëm ankohet. Sepse kësaj radhe, kushdo që është në opozit. Jo, është krijuar një perceptim publik se gjithmonë kështu ndodh. Edhe partitë e vogla. Është kaluar edhe në situata gati me batuta që në 11 maj janë zgjedhjet, në 12 maj do kontestohen. Edhe partitë e vogla që nuk ishin në një mend me ne, po të njëjtën gjë po thonë. Tani, më gjej një shtet të vetëm në të gjithë rajonin, i cili popullsia i bie dhe administrata publike rritet. Një shtet të vetëm. Kur raporti OSBE Odirit të thotë që nuk ka më ndarje të shtetit me partinë dhe i gjithë shteti ka qenë në dispozicion, kur një javë para zgjedhjeve vendoset falja gjobave, kur pensionistët shpërblehen 2 herë brenda 3 muajsh, ndërkohë që kanë pas 12 vite ulje pensionet dhe si ka shpërblyer kur ndodhin këto me vendime qeverie dhe kush e di se sa të tjera pa vendime qeverie, për mua ka qenë shokuese kur kam parë fletët e votimit që flenin, që rrinin hapur sheshit në për lokalen Elbasan. Ajo që ka ndodhur me diasporën, kemi qenë atje gjatë gjithë votimit, po, sidomos pjesën e diasporës. Tani, çfarë ka ndodhur me diasporën? Domethënë ta lëm gjithë procesin, po le të merremi me numërimin. Çfarë ka ndodhur me diasporën? Ishte në fakt tek pjesa e opozitës se çfarë duhet ndryshoj dhe nëse ju thatë që nuk do ta kishim çuar në studio televizive këtë pjesën e debateve të brendshme. Dhe unë nuk kam për të përsëritur ato gabime që kemi bërë në të shkuarën. Mendimet që kemi për Partinë Demokratike, le t'i themi në Partinë Demokratike. Mos ta bëjmë këtë debat emisionesh e studiosh televizive dhe ky është një mësim në fakt që gjithë besoj duhet ta kemi marrë. E kuptoj, mirë, për ta vijuar me pjesën e parregullsive, nga Selia Blu janë artikuluar akuza për manipulim procesi, linja që po ndiqnim deri tani, përdorim të aseteve shtetërore, do doja dija më tepër qëndrimin tuaj se si u lexua raporti i vëzhguesve të OSBE Odirit. Raporti është jashtëzakonisht i mirëpritur. Raporti në fakt ishte paralajmëruar sepse pak javë më parë pati dhe një dëgjes në Parlamentin Evropian. Grupi parlamentar i EPP-s bëri një kërkesë për të pasur një dëgjes për çështjen e zgjedhjeve, sepse ishte me të vërtet lart në agjendë diskutimi për zgjedhjet dhe unë të siguroj që dhe në 2 javët në vijim përsëri do të ketë një diskutim për zgjedhjet po në Parlamentin Evropian. Sepse jemi duke bërë çdo gjë për ta çuar këtë diskutim të zgjedhjeve, të shkeljes të zgjedhjeve në çdo platformë. Raporti paraprak i OSBE Odirit ishte shumë i qartë. I kishte të gjitha parregullsitë të shfaqura atje. Nëse ti më thua mua sot, a ka një ligj që duhet ndryshuar për ta bërë këtë, unë nuk të përcaktoj dot një ligj, sepse organizimi i zgjedhjeve është çështje vullneti politik. Ose e ke vullnetin politik për të organizuar zgjedhje dhe për të lejuar rotacionin politik, ose nuk e ke vullnetin politik, dhe kjo ecën paralelisht dhe me mungesën e vullnetit politik për procesin e integrimit, ose nuk i shoh të dyja të ndara. Zgjedhjet janë kryefjala e grup kapitullit parë, që është hap e para dhe do mbyllet e fundit. Ju pyeta për Partinë Demokratike në këtë rezultat që përdoi procesi zgjedhor, ndërkohë tani duhet ju pyes për rolin e vet kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha, në këtë rezultat të këtyre zgjedhjeve, cili është qëndrimi juaj? Përsëri njëjti qëndrim që të thash pak më përpara. Le t'ja lëm Partisë Demokratike, struktura e Partisë Demokratike, ti diskutoj këto çështje së brendshme atje. Zoti Berisha ndoshta mund të jetë figura më e rëndësishme politike këtyre 34 viteve të fundit. Ai ka ditur që ti marr vendimet e veta me qetësi, me maturi, edhe kur unë mendoja që mund të ishte gabim, koha më tregoi që ndoshta e kisha unë gabim. Le ta lëm Partinë Demokratike ta kryej vetë procesin e vet. Do të ketë një analizë të brendshme për përgjegjësitë në këtë rezultat të zgjedhjeve kur? Se kur, unë nuk e di. Por që do të ketë, sigurisht dhe Partia Demokratike proceset e saj do t'i ketë. Është normale për çdo forcë politike. Që ta mbyll edhe një herë, po duke insistuar, çfarë duhet bëj Partia Demokratike që të mos humbi më terren politik? Partia Demokratike nuk ka absolutisht asnjë çast kohë për të humbur, nuk ka asnjë shans tjetër, jo vetëm për Partinë Demokratike, por për të gjithë shoqërinë shqiptare, përveç se të hecë përpara, të forcohet, të bëj aleancë me këdo dhe të tërheq edhe të gjithë ofertën opozitare pranë saj. Nëse ka diçka që sot është provuar është që edhe copëzimi i ofertës opozitare e ndihmoi kundërshtarin. Pra ajo që ne kishim parashikuar që në kryet herës nuk ishte thjesht retorik politike, po doli e vërtet. Dhe të gjitha këto duhen patjetër përdorur
për të ecur përpara edhe për të përmirësuar dhe për të përforcuar. A keni ju sot një mesazh për të gjithë demokratët ku situata nuk është se duket shumë e gëzueshme? Shiko, Cili është mesazhi juaj? Demokratët kanë ditur që të ngrihen në këmbë momentet vështira, kanë ditur që t'jenë atje kur Partia Demokratike ka pasur nevojë. Unë e di që sot janë shumë edhe dekurajuar, edhe të mërzitur, shumë prej tyre janë ndoshta me të drejtë edhe me një mungesë energjie, po nuk ka forcë politike që ka në ADN-n e saj struktura si ato që ka Partia Demokratike. Ka një energji të jashtëzakonshme, ngrihen këmbë kur ka vështirësi, nuk funksionojmë si ushtri si kundërshtari, po funksionojmë me frymë dhe me besimet që ka Partia Demokratike. Kështu që përveç se mirënjohjes për jetë për ato që ato kanë bërë gjatë kësaj fushate, që ka qenë nga më të vështira që unë kam kaluar, dhe kandidoj që nga viti 2009 në Parlamentin e Shqipërisë, e the me bindje të plot që ka qenë më anormalja, atipikja, jo vetëm më e çuditshme, apo më e vështira edhe në terren, jam e sigurt që të gjithë bashkë do ta gjejmë forcën për ta bërë këtë rrugtimin përpara që unë përmenda. Zënë Tabaku, për të mos rënë përsëritje, sepse e ceka pak më parë kur ju pyeta për pjesën e akuzave ndaj jush për oligarkët, për Ramën. Që mund t'jenë për këdo tjetër përveç meje, në fakt, se gjithë secili ka një track record në politikë. Por nëse ju pyes tani, për të gjithë ata që kërkojnë t'ju shohin dhe e kanë shprehur hapur që po, ju mund t'ishit një alternativë shumë e mirë për të qenë në krye të Partisë Demokratike, do e kishit menduar ndonjëherë? Nuk e kam menduar në të shkuara, nuk e mendoj tani. Unë garova për një vend deputeti. Mirë. Dhe jam garova për vendin e parlamentit, në vendin e Parlamentin e Shqipërisë. Kështu që edhe mos fluturojmë shumë, edhe mos largohemi shumë nga thelbi i diskutimit. Të kam thënë që jam Partinë Demokratike dhe do jem Partinë Demokratike, aty jam dhe aty do vazhdoj të jem. Njëherë qëllon që ndodhem në një pozicion të mirë si zëvendës kryetare, e mirëpres falenderoj demokratët. Njëherë ndodh që nuk jemi, pak rëndësi ka. Jam aty, do jem aty gjithmonë, derisa të kem frymë, derisa të kem mundësi. Pastaj këto diskutime se kush bën çfarë në Partinë Demokratike, le t'ja lëmë anëtarëve të Partisë Demokratike që ta zgjedhin.